Gjatë këtij edicioni do të flasim gjithsesi për alergjitë, sepse tani kjo pranvera gjithsesi po na godet edhe nuk po na lën, si thuhet shumë rehat, duke na ngacmuar, por kush do të na flas më mirë për alergjitë se sa doktoresh Barda Selimi, alergologe, imunologe. Me doktoreshën do të flasim gjithsesi për llojet e alergjisë, reaksionet dhe si mund të trajtohen alergjitë, pasi që sinqerisht këto kohë shumë njerëz kam takuar, por edhe unë vetë personalisht jam goditur shumë keq nga alergjia. Andaj ju mos u ndani nga ne, sepse gjithsesi të gjithë ata që normalisht kanë nevojë, por edhe ata që ndoshta mendojnë se kanë ndonjë reagim, do të marrin informacionin e duhur pikërisht nga profesionistja e kësaj fushë. Doktoresh, mirë se erdhët. Mirë si u gjeta, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem mysafire e juaja. Faleminderit shumë. Alergjitë janë reagimet sistemit imunitar ndaj substancave, por në të shumtën e rasteve zakonisht nuk janë të dëmshme për njerëzit. Atëherë, si ndodhin alergjitë? Një reakcion i tepruar i organizmit, i cili sensibilizohet vazhdimisht dhe manifestohet me simptome, do të thotë kemi një vrull të reakcionit imunitar më tepër se sa që duhet dhe manifestohet patologjia e alergjisë. Në këtë rast, me që jemi në sezonën e alergjive, do të thotë të polenit, shkaktori kryesor i manifestimit të problemeve është poleni. Jemi në stinën e pranverës. Do të thotë kemi një hiperaktivitet të shtuar të organizmit ndaj alergjenëve të jashtëm, ku manifestohet alergjia. Do të thotë një hipersensibilizim, një tejndeshmëri e shtuar e organizmit, e cila goditet vazhdimisht dhe manifestohen me simptome të ndryshme, të cilat janë shumicën e rasteve, pothuajse të njëjta për secilin pacient, mirë po kemi përjashtime se secili organizëm është edhe botë në veti, varësisht prej gjendjes së përgjithshme shëndetësore, sistemit imunitar, eksponimit të alergjenëve, dikush ka simptomatologji më të lehtë e dikush më të rëndë, të cilat manifestohet edhe me alergji e rrugëve respiratore. Do më thonë, manifestohet deri në ato ekstreme që shkojnë me bronkite, laringjite, po edhe astëm bronkiale alergjike. Doktoresh, përveç polenit, çka është diçka tjetër që e shkakton alergjinë? Është një gamë e gjatë, do më thonë, alergjenëve të shkaktorëve të cilët manifestohet me një reakcion organizmi apo sistemi imunitar i njeriut. Shkaktor mund t'jenë përveç nëse marrim në si një analizë me bëjt vetëm poleni, atëherë kemi edhe myshët, kemi epitelin e shtazëve, pluhurin shtëpjak, vlenë cekët, një ndër alergjit më të rrezikshme janë edhe thumbimi i insekteve, posaçërisht thumbimi i grerzës edhe i bletës janë reakcione shumë të fuqishme, të cilat manifestohen edhe me anafilakse dhe din me shku me fatalitet, me humbje të jetës. Mandej alergjit ushqimore, kemi një gamë gjanë, alergjit medikamentoze, pavarësisht çfarë do lloji i medikamentit futet në organizëm, se është një substancë e huaj për organizmin, edhe kur nuk e dim se si ka me reagu. Kështu që nuk është ajo se popullata mendojnë se vetëm në penicilin ka alergji, apo në antibiotik. Në çdo lloj medikamenti mundemi me pas alergji. Ne kemi pas rast gjatë studimit në Tiranë që kemi pas reakcion alergjik edhe ndaj preparateve antialergjike. Kështu që asnjëherë nuk mundemi me qenë të prerë, do të thotë dhe nuk i dihet reakcionit medikamentos që është një sfidë në vete. Po. Doktoresh,
Më bëri përshtypje kjo përgjigja juaj tani që u lidhet edhe tek medikamentet. Neve si popullat kam përshtypjen që nuk jemi edhe shumë të kujdesshëm në këtë pjesë, ndoshta marrim medikamente edhe pa përshkrim të mjekut, sepse po kemi mundësi tani në për farmaci t'i blejmë edhe gjitha këto, por cili është rreziku definitivisht nga ky mos kujdes i ynë? Shumë pyetje me vend, rreziku është multidimensional. Pse them kështu? Në një, mas pari nuk e din a është bari adekuat, a ja ka qëllu, për çka është tu e marë. Pa bë ndonjë analizë, kryesisht e ne abuzohen me analgetik, preparate për dhimbje, edhe me antibiotik. A ka nevojë me marë, apo nuk ka? Krijohet rezistencë. Pastaj kur ka nevojë, kote merë atë medikamente, fjallën e kom për të antibiotik. Mandej, apo është për shembull një pacient i cili ka ndonjë smundje kronike. Kemi raste moshat e shtyera të cilët kanë terapi antihipertenzive për tension të lartë. Po. Është me diabet. Tash merr edhe ndonjë preparat pa uzim të mjekut, ose ja ka rekomandu në bisede sipër personi i tretë, ose shkon në farmaci dhe konsultohet aty për aty, gjë që është gabim. Për arsye se në asnjëherë nuk mundemi me ditë se a do t'jetë ndonjë interakcion mes medikamenteve, ndonjë antagonizëm apo ndonjë sinergjizëm. Pa recetë të mjekut ju kisha rekomanduar që pse të abuzojnë me organizmin e vet, jenë të vëmendshëm për atë se çka futin në gojë. Kur dihet se sa e kanë të mirën gjitha medikamentet, i kanë edhe efektet anësore. Mandej, nëse ndodh ndonjë reakcion që po është vetë në shtëpi, kush mbon përgjegjësi për atë reakcion? Kemi raste të lloj-llojshme, do thotë të cilët po na manifestohen dita ditës, po kemi shtim të numrit të pacientëve të cilët marrin vende pa vend terapi të llojeve të ndryshme. Tash kanë fillu me mjeku vetë edhe tensionin, edhe diabetin, gjë që nuk është në rregull. Për këtë arsye ndahen nijet e tonë, po duhesh me studiu, me punu, ndahen profilet, specialitetet. Ne si profesionist shëndetësor nuk i përzihem në lamit të tjerëve. Kardiologu është kompetent për punën e vet, alergologu për të vetën, endokrinologu për të vetën. Dhe mos të përzihen kompetenca, do të thotë me gjithë respektin për farmacistat, mirë po, secili duhet të di pozicionin e vet gjatë rrugtimit profesional. Do të thonë të gjitha hallkat pastaj e formojnë atë zinxhirin që e ndihmon edhe pacientin të jetë shumë më i sigurt në rrugtimin që e bën. Patjetër, do të thotë se nëse nuk funksionojnë gjitha hallkat, ne duhet luftojmë dhe të propagandojmë për të mirën e shëndetit publik. Se ajo ndikon në përditshmërinë tonë, si në aspektin emocional, po edhe social. Do më thonë është edhe domë edhe për shtetin, se në qofë se ai individ është i punësum, ai ka me mungu gjatë orarit punës, do më thonë në interval vjetor. Do të ketë mungesa dhe si në organizata private, po edhe publike, do të vrehet një ramje e një mungesë e kvalitetit të punës. Për atë arsye duhet vazhdimisht të ngritet niveli vetdia e popullatës se çka është mirë dhe çka është keq. Tash mundësia për të marrë informacione kur sukon më e qasshme dhe më e lehtë për të gjitha kategoritë, për të fituar njohuri në gjitha sferat shëndetësore. Po jo të bëhemi doktori i Google-it. Po, të na, do të thonë ose kjo inteligjencë artificiale që tani më vetëm shumë po e konsultojmë. Doktoresh, cilat janë simptomat që një person
në farforme ja ndezin atë alarmin për ta kuptuar se është alergjik. Po. Në qoftë se është fjala tash ta cekim për polene, me që jemi në sezonën e pranverës dhe kemi pikun kulminacionin e rritjes së simptomeve dhe shtimit të numrit të pacientëve. Atëherë, një lutim i syve, skuqje e syve, kruarje, të shiturat serike, rjedhja e hundëve, bllokimi i hundëve, kokdhembja ne që quajmë migrenë alergjike, të kollurit e zgjohtur, kollitja e zgjohtur pa nevojë, pa temperaturë, pa ethe, pa rrëmje peshe, pa ndonjë simptomatologji më të fuqishme tjetër, të shoqëruar, atëherë secili duhet të shkojë mendja se është fjala për një reakcion alergjik, posaçërisht në stin të pranverës. Se gjithë mendojnë se është për shkak të ndrimit të temperaturave ngrohtë ftoft dhe ka mund të ftohet, por këtu na dominon komponentja alergjike. Kur është fjala për një reakcion, do të thotë alergjik, të tipit të inhalator, cili manifestohet, do të thotë kur është kontakt organizmi me polenin, do të thotë alergjen të jashtëm. Mirë po, në qofse është, përderisa ishte pyetja dhe më hershme lidhur me medikamentet, se ju më bët një pyetje gjenerale, jo të specifikuar, atëherë vlen cekët se për medikamente, për shembull, secili pacient duhet të jetë i vetëdijshëm që kur e merr një tablet, për shembull antibiotik, se më tepër i konsumojnë këto antibiotikët nevojë pa nevojë. Qofse është në infekcion viral, apo ndonjë rrjedhje të hundëve mundet me qenë me natyrë krejt alergjike e kotë së kotë i merr antibiotik. Shenjat e para të një reakcioni medikamentoz është menjëherë pas konsumimit, dykon kur është fjala këto që i konsumojnë në ambientet shtëpiake, se kur kemi reakcion në institucione shëndetësore, është storje tjetër se jenëm për kujdesin e stafit shëndetësore dhe normal se aty ka mu vepru me urgjencë, pavarësisht në cilin nivel ka ndodhur reakcionin, qoftë nivelin primar, sekundar, apo terciar, po në kushte shtëpiake, pacienti i cili konsumon një tablet, edhe mas 10-15 minutave, ka fillu që të kruhen durt, ndryshime në përlëkur, kruarje e shputave, shuplakave të durve, fillon një ndjenjë e kollitjes, asnjëherë mos të tentohet që vetë të vazhdohet me terapi, edhe pse shumicën e rasteve mund të jetë si një interakcion i kryqëzuar me medikamente të tjera, mund të jetë efekte ansor, po nuk guxojnë të përjashtohet mundësia edhe do të thotë se hyn një diagnozë diferenciale edhe reakcionit medikamentoz. Posaçërisht në ato raste nëse pacienti din që ka fillu jo e kam konsumu, kam pas disa pika të skuqje, po herën e dytë hajtë se e provova, kam qenë të shku. Asnjëherë mos eksperimentohet ne në kushte spitalore, me gjithat bagazh të stafit, kur hym në provokimet medikamentoze, asnjëherë një mjek, një specialist i vetëm nuk hyn. Pa infermier, pa 2 ose 3 doktor, për me menaxhu situatën, me pas se si po na shkon një provokim, një testim medikamentoz, lere më në kushte shtëpiake, mënyrë vetanake të testoj vetëm pacienti. Do të thonë, është pa tolerueshme në aspektin profesional. Po. Alergjit a janë vetëm në stinën e pranverës, apo çdo stin i ka ato alergjit e veta? Çdo stin ka alergjit e veta. Nëse e cekim për alergjit do të thotë për polene, polenizim kemi tër vitin. Mirë po, intensiteti është më i shtuar në pranverë, se kemi rritjen e drujve, do më thonë poleneve të larta, mandej në maj fillon sezona ashpër ku kemi rritet bari, janë polene të ulta, ndërsa prej fundit të gushtit, shtator, e andej kemi shkurret. Mandej në stinët e dimrit fillojnë edhe haloret, pishat, po intensiteti është më i ulët, më i dobët.
alergjit kemi sezonale, do me thonë vjetore të pluhuri shtëpjak. Do me thonë, është i pashmangshëm, gjë që kemi shumë rastet pacientëve të cilët kanë alergji edhe në polene, mirë po edhe në pluhur shtëpjak, e kjo ja vështërson situatën, gjendjen shëndetësore, sidomos në stinën e pranverës, për arsye se i kemi dy komponente, edhe komponentën permanente vjetore, po edhe atë komponentën sezonale. Kështu që tër vitin jemi të ballafaquar me reakcione, do të thotë kur është në pyetje inhalatoret. Mandej personat të cilët kanë alergji edhe mbajnë kafsh në shtëpi, po në qoftë maca, po qenë, edhe i kanë simptomet e fuqishme. Edhe këta kanë me pas tërkohën, do me thonë, një situatë njëjtë. Alergjit mandej të mykrave të cilët fillojnë kur rritet lagështia. Do të thotë, në vazhdimsi, në kontinuitet, kemi reakcione të alergjisë. Mandej mos themi në stinë të ngrota fillojnë edhe lëvizja edhe më e madhe e insekteve. Kemi edhe reakcione të alergjive edhe ndaj insekteve, posaçërisht cekam edhe më herët ndaj bletëve edhe grerzave. Doktorisha, alergjit a janë të lindura apo fitohen gjatë jetës? Alergjit fitohen gjatë jetës, mirë po, për të fituar gjatë jetës duhet të jenë të lindura. Si për arsye se duhet të jetë gjeni dominant. Këto janë patologji të cilat trashëgohen. Mirë po, me zhvillimin e teknologjisë, do të thotë industrializmit, niveli i ngrohjes globale, do të thotë dëmtimi i serave, gjitha këto që po ndikojnë në ndotje në nivel global të ambientit, kanë ndikuar që të rritet antigjeniteti apo fuqia e veprimit të alergjenit. Kur mbështillet me grimca të plunit, rritet efikasiteti i tina. Ne i themi antigjeniteti rritet për me godit sistemin imunitor. Kështu që dy komponentet janë, komponentja gjenetike, si edhe fenotipi. Do me thonë, kemi edhe komponentën e lindur, do me thonë të trashëguar, po është lëmi e re, edhe ma herët nuk është bë diagnostikimi se a ka qenë, për shembull, dikush për familjarve, nëse ka pas smundje të shpeshta, recidivuse, probleme respiratore, asëm, është menaxhu, mirë po pa u ditë etiologjia apo shkaku. Kështu që alergjit i hynë në grupin e patologjive të cilat janë me bazë gjenetike. A kurohen? Menaxhohen. Menaxhohen. Vaksina, doktorish, sa është efikase në këtë rast? Varësisht është se si në çfarë alergjeni, do më thonë, sa kemi numër të komponenteve alergjike një person i cili posedon. Për shembull, nëse kishte me qenë alergjie postër vetëm në pluhurin shtëpjak, kishte me qenë efikase. Mirë po, nëse kemi mix të larta, tulta, shkure, nuk e përjashton mundësinë e menaxhimit të situatës, mirë po, jo krejtësisht nëse nuk bëhet determinantja përcaktimi e determinanteve nën tipeve për me pas një kur të themi një menaxhim të suksesshëm, për arsye se dihet se në reakcionet alergjike gjithmonë ekzistojnë edhe reakcione të kryqëzuara. Edhe kështu që mundet me marrë vakcina pacient 3 vite, 4 vite, edhe simptomatologjia me qenë prapë prezente e njëjtë. Masat e kujdesit janë numër 1. Sot mundemi sa më tepër që ti shmangemi, do të thotë kontaktit me alergjen,
posaçërisht ata pacient të cilët e din janë të diagnostikuar se në cilën lloj të alergjenëve kanë rezultuar me pozitivitet, të përcillet moti, të shifet niveli i alergjenit se cili dominon gjatë të ditës, edhe të shmanget kontaktit, do më thonë, tash është mjaft problem, është nivel global problem, për arsye se njerëzit nuk mund të izolohen si në kavanaz. Mirë po, sado kudo t'i respektojnë rregullat preventive. Intervali kohor dihet prej 10-ve deri në orën 15 kur kemi lëvizje erra të lehta apo të forta, do më thonë rrymim të ajrit, mos të eksponohen ambientet e jashtme, dritaret e vendit të punës apo ambientit ku jetojnë, gjatë ditës të mbahen mbyllur, të realizohen tushet çdo mbrëmje, për arsye se ato ngrimcat e polenit ngelin nëpër qimet të trupit, po edhe në flokë më tepër, do të thotë rrobat të cilat i mbajnë gjatë ditës me ato si ty në ambientet të shtëpisë të ndrohen, rrobat të thahën dikun brenda, kështu që shumë luan rol në kvalitetin e jetës edhe masat preventive se sa i mbrohemi, se shumë më mirë është të ketë një edukim, do më thonë, shëndetësor për pacientët me alergji, t'i shmangën kontaktit në mënyrë që të kenë një jetë më kvalitative dhe të mos jetë e domosdoshme që të marrin ilaçe të shumta, kështu që të kursihet sistemi imunitar sado që të mundet me më pak medikamente shëndetësore. Doktorish, tani këtu gjithçka po më intereson, por edhe diçka t'i njoftojmë edhe, domethënë, dëgjuesit tanë, të gjithë ata që ndoshta dyshojnë se ka një alergji, por nuk janë të sigurt, a në qendrën klinike universitare, a bëhen teste alergjike që një person të mund ta kuptoj se pikërisht në çka është alergjik? Po, testet kutane alergjike datojnë qysh prej periudhës sa kom qenë unë specializante. Janë bo, vazhdojnë të bohen, do më thonë për të bërë diagnostikimi i këtyre pacientave, për të ardhur deri në përfundim, për të pa se kemi të bëjmë me ndonjë proces inflamator me natyrë tjetër, do thotë në këto raste kur kemi një rrjedhje të hundëve, kollitje të zgjatur që kërkohet për eliminimin edhe komponentës sekundare apo eliminimin dhe komponentës alergjike në këtë rast, ne kërkojmë strishot hundës edhe të fytit për me bo përcaktimin se a kemi të bëjmë vetëm me një reakcion alergjik apo kemi të involvuar edhe ndonjë infekcion shtesë sekundar. Kështu që vazhdojmë punën edhe shpresojnë që edhe në të ardhmen do të vazhdojmë. Doktoresh, unë po ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që keni ndarë kohën edhe jeni përgjigjur pozitivisht në ftesën time për të folur për alergji që për mendimin tim asnjëherë nuk është e mjaftueshme që të njoftohen domethënë qytetarët sa i përket alergjive edhe gjitha këtyre informatave që sapo i dhat për ta. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi.